halpogrupeve, por edhe ato ne kemi ma thelluar rezultatin. Zoti Prem, shiko, ati që ka thënë Albani, Sforca Cavallo, në 1907, shikoni, Armenian Greek. E tha Instituti Max Planck në 2023, ajo që ta të zbulim kryesor që Po, e që kundërshtuam ne zyrtarisht, zoti Guri, që zyrtarisht, institucionalisht, shteti jonë e kundërshtoj. Kundërshtoj, po. Kurse ne si akademirë një tona, në bështesim se ande shkencëtarët më të mëdhenj në botë. Po, e vërtet. Nuk kemi takat i kundërstojmë ata, zoti Guri. Lidhur me Adnan, zoti. Konkluzjoni i përgjithshëm, sepse kjo është një temë shumë delikate dhe shumë e holluar, shumë e studiuar, edhe është komplekse gjithashtu, domethënë që tjetë e shkëlqitur dhe e kuptuar edhe nga publiku. ADN-ja e të gjithë popujve... Këtë pyetje kisha, studimet që ju keni marrë për bazë, për konsiderat, si e kanë nxjerrë ADN-e shqiptarëve për teleshikuesit, se unë në fakt jam familiarizuar me studimet tuaja, por për ta dëgjuar teleshikuesit. Si e ke menduar? Sipas studimeve gjenetike, Evropa, flasim popujt evropian dhe Ballkani, kuptohet edhe Ballkani, kanë si Helpogrup kanë këto janë terma domethënë gjenetik që i përdorin ato. Një Helpogrup është shënohet me I, një është me E, tjetri është me R, edhe një me J. Të gjitha këto tek ata i kemi ne. Për spektatorët, mund të sqaroni me pak fjalë çfarë janë? E është një Helpogrup që kemi. Eja domethënë mosha e Helpogrupit E është 50.000 vjeçare. Po, është shumë e lashtë, shumë e vjetër. Pastaj Eja ka kaluar E1B, që është një mutacion tjetër, por që është 20.000 vjeçar më i ri. Pastaj nga E1B është E1B1, që edhe 20.000 vjet të tjera. Pastaj vjen E13. Ky E13 është 9.000 vjeçar. Parafërsisht, domethënë, dhe këto Helpogrupe janë pjesë kryesore përbërëse të ADN-s së përgjithshme të gjithë popujve evropian dhe të Ballkanit. Tani, cili është raporti që ka Shqipëria dhe shqiptarët me këto Helpogrupe? Shqiptarët, domethënë, se duhet të fillojmë nga simas akademikëve, akademisë zyrtare, është periudha e akullit ka zgjatur 1.5 deri në 2 milion vjet. Atëherë këto, domethënë simas akademisë, Homo sapiensi erdhi nga Afrika 50.000 vjet përpara. Domethënë kur erdhi nga Afrika, ai solli këtë simas atyre, solli si Helpogrup. Kurse në Ballkan ndodhi sepse ato kishte njerëz, përsëri në Ballkan, ato erdhën 50.000 vite më parë, pra kishte njerëz përpara, sepse përsëri ADN-ja na ndihmon. Me të vërtetë ne këto kemi një pjesë kemi nga Homo sapiensi, pjesa tjetër ishte që quajnë këto gjuetarë mbledhës që ishin, edhe gjuetarë mbledhës të ri që u krijuan nga ky Helpogrup, dhe kemi Neandertali. Neandertali është të gjithë ADN-ja e evropianëve e ka 1%. Ka një marker, si e quajnë këto. Dhe në Afrikë nuk ekziston. Kjo do thotë që para se të vijë Homo sapiensi në Evropë, edhe në portat kryesore të hyrjes ka qenë Ballkani perëndimor. Dhe pra, përpara se të vinte Homo sapiensi në Ballkan, këtu kishte njerëz që ne e quajmë Neandertal, që ishte një njeri tjetër. Dhe ka shqiptari sot shumë pikërisht me këtë kora? Shqiptari sotëm është i përber, përbenja shqiptari sot, kemi 3 grupe. Pastaj këto kanë sjellë në grupet e veta. Domethënë kemi gjuetarë mbledhës, që janë më të parët, që i përkasin es, edhe is, një pjesë. Kemi, po ma tepër është ija. Ija është, këto thonë që ija janë autoktonët të hershëm të Evropës. E ne kemi këte në masën 30-40%. Pjesën tjetër të es, që flitet që erdhi nga Afrika, te kemi 40-50%. Kurse 10-20% janë R1,
rëni bëri një alë, këto janë të stepas, këto janë të stepat që erdhen 4.000 vjet përpara. Pra këto janë 3 kolonat, domethënë që përbëhen ADN-ja jonë, që ne po flasim për ADN-in e shqiptarëve. Dhe shqiptarët këto përqindje i kanë më të larta në krahasim me gjithë popujt tjerë. Për shembull slavët, edhe pjesa nuk ka ADN slave, nuk ekziston një ADN slave me përkufizim. Por ne e marrim si ADN slave gjithë ato që janë me R. Pra R, Ni, B. To janë që kanë ardhur nga stepat. Kurse ajo pastaj ka kryer mutacione me rëni A që është shpërnda pastaj nga slavet e lindjes që kemi ne, këta kanë me përqindje shumë më të lartë, kanë rusët e polakët, kurse edhe slavet e perëndimit e kanë të lartë, kurse slavet e jugut, serbët e kanë më të ulët. Kjo do shi shqiptarët shumë. Pikërisht, por shqiptarët kanë më tepër, kanë më shumë rëni B, originale që ka marrë nga ku erdhen këto të stepave, që i quajnë këto kultura janaja. Ku erdhen këto, ne kemi direkt nga ato, nuk e kemi nga slavet. Kemi pak nga slavet. Kurse slavet nuk e kanë nga slavet e lindjes dhe të perëndimit. Sepse po ta kishin do bizotronte rëni A-ja, ato kanë rëni A plus rëni B. Dhe po t'i shohësh përqindjet, e kanë më të lartë, ne si etni, në gjithë Ballkanin e kemi përqindjen më të ulët të ADN slave. Shqiptarët e kanë më të ulët të gjithë Ballkanin. Edhe kjo është determinante. Për shembull, nga kjo nxjerrim konkluzionin që shumë njerëz kanë ndryshuar identitetin sepse ka raste që gjuha nuk përputhet me ADN-n. Sepse ti mund të ndryshosh identitetin, merr një religion tjetër, mëson një gjuhë tjetër, edhe ndryshon identitetin si person, por ADN s'e ndryshon dot. Edhe vjen momenti që kjo ADN ku përputhet me identitetin e ri që ti ke krijuar. Edhe kjo domethënë sipas menimit tim, domethënë nga ky lloj konkluzioni, tregon që popullsia serbe, në popullsinë serbe ka shumë që kanë origjinë arborore shqiptare, të cilët janë konvertuar nëpërmjet martesave mikse, por shumë nga kisha ortodokse serbe. Të ndrojnë identitetin e vet. Dhe këto domethënë po ti mbledhish këto konkluzione, pra pjesa kryesore e ADN-s son, janë shtresa, janë 3 shtresa. Ka dhe shtresa tjera, por me përqindje shumë më të vogla. Këto 3 shtresa kanë arritur të mbijetojnë së bashku. Pra nuk ka ardhur një popull që domethënë ka arritur ne të na ndryshojë ADN-n, por është integruar me ADN-n tonë. Domethënë këto të 3 shtresa që janë gjuhëtarët, janë bujqit, janë blegtorët. Kështu me 3, se që edhe njerëzit t'i kuptojnë shumë më mirë. Domethënë janë gjuhëtarët, shtresa e parë, që është 30-40%, janë bujqit, që shkon 40-50%, e kanë blegtorët, ato që thonë blegtorin, që kemi ne 10-20%. Këto me këtë ADN domethënë identifikojnë slavet. Këto konkluzione tregojnë që ne kemi vazhdimsi. Pastaj vim tek gjuha. Tani Sforza kur ka bërë studimet, ai paralelisht i ka punuar me grupet me arkeologët, sepse ato janë ndërlidhura, sepse ato skeletet që i kanë gjetur, kanë studiuar rreth 6.000 binome, vetëm në Ballkan, atëherë marrin këto skelete, arkeolog, përcaktojnë moshën, edhe përcaktojnë ADN-n, pastaj bajnë ADN-n po mënyrë të rëndomt të popullsisë dhe i përputhin dhanat nëpërmjet algoritmeve. Përputhin dhanat dhe ai të nxjerr dhanat të sakta, domethënë që cila etni ka kaq përqindje, cila tjetër ka kaq përqindje tek kësaj DNA-je, tek këtij skeleti që argjet për shembull në një pikë arkeologjike. Tani gjuha, prandaj ky kur e ka bë Sforza te libri i tij kur ka bë këtë,
do të se e ka të libri skema e famshme që shumë herë zoti Guri e kanë nxjerrë. Që e kanë nxjerrë atje, por ky do të thënë ka bërë konfirmimin shkencor. Do të thënë kjo ADN-ja, eja që thotë, eja edhe 13-a është 9.000 vjeçare. 7.000, 8.000, 9.000 vjeçare. Bas shkrirjes edhe gjuha jon si mas studimeve që janë Max Planck, por ka pas edhe studius tjerë, që ka qenë Jokli, ka qenë Pederseni, kemi pas albanologë që ato me intuit e kanë përcaktu pak a shumë që kjo vetërsia kësaj gjuhe është e kësaj periudhës. Po, te që është ruajtur edhe kjo është një konfirmim në mënyrë shkencore, sepse ADN-ja i ka konfirmuar këto gjëra. Kjo për ne është shumë rëndësishme, se kjo tregon vazhdimsi, kjo tregon që ne nuk kemi ardhur nga Gjekundi, por kemi qenë këtu. Kemi qenë gjithmonë këtu, nuk në asnjë rast, në asnjë lloj studimi nuk ka dalë domethënë që ne kemi ardhur nga Gjekundi. Gjithmonë ne dalim popullsia më e vjetër e Ballkanit. Kundërshton tezat e famshme të Georgjevic, të Fred Beleri ka thënë që këta kanë ardhur nga Kaukazi e plot të tjerë, po. Kështu që kjo është shumë rëndësishme për ne, këto lloj studime janë shumë rëndësishme sepse japin një herë për gjithmonë përgjigjen e atyre skeptikëve që ne duan domosdoshmërisht që na nxjerrin si kur kemi ardhur këtu nga dikun.